Protestoni sot për çfarë? Protestojmë sot sepse kemi vonesë të rrogës të muajit nëntor. Ne kemi afat kohor të rrogës nga data 8 deri në 12 dhe rroga nuk është hedhur akoma. Ne kemi lënë me fjalë një javë afat dhe akoma nuk na kthejnë përgjigje konkrete. Duam përgjigje konkrete, me fjalë, prandaj po protestojmë. I çfarë pozicioni keni? Unë punoj teknik suport, domethënë mekanik në fushë, në Bankën Petrol. Po kjo është duku deri nga shtatori, tetori, me fjalë. Kjo situatë. Dhe nuk japin përgjigje, as se ky është një filial i Bankës Petrol, nuk është mema, kur i thon, po gjandej fillojnë gjitha. Jeni e vetmja firmë nën kontraktorit? Jo, janë të gjithë në kontraktorët. Gjithë në kontraktorët e Malindzës, po bëjnë gati nga qeshori e këtej s'kan marrë parat me fjalë. Kontorët. Po kontaktin po e bëjnë vetë këta të firmës Energy Global. Dhe akoma s'na kanë kthyer përgjigje. Presim email, dhe vetë kompania po thonë që është në kolaps. Me fjalë, depozitat e Fushë Malindzës duhet mbajnë dhe 24 orë, me fjalë, se është bllokuar shitja. Dhe s'japin asnjë përgjigje. Ka ndodhur ndonjëherë një situatë e tillë në kaq vite? Në kohën e Covidit ndodhi 3 ditë, 4 ditë që serdhi anija dhe pastaj u shqirua çdo gjë. Kjo është herë e parë që ka vajtur në këtë situatë. Dhe nuk ka asnjë përgjigje. Të ardhmen për protesta që bëjmë. Për të drejtat tona, për atë po punojmë. Do përshkallëzojmë protestatorët? Po normale, të gjithë. Bashkohemi gjithë. Po të gjithë bashkë do bëjmë, tani është një qëllim. Ne nuk po punojmë për rrogën, po kërkojmë asgjë. Pak se na diskriminojnë në anët e tjera, po pak të japin rrogën. U kemi lënë dhe afat, një javë më mbrapa, tani s'kemi çfarë bëjmë. Duke qenë se është fundvit, janë 150 punonjës pa paguar. Do festojnë? Po ç'do festojnë? Gjysma e këtyre janë me kredi këtu, gjysma janë, ku ta di, halle, borxhe, smundje, ku ta di sa halli kanë gjithë. I shikojnë kështu po hezitojnë të flasin, po gjithë janë me halle, të vish këtu të kërkosh. Po, protesta, kërkojmë drejtën tonë. Bashkohemi gjithë si në kontraktorë, po duhet veri dorë dhe shteti, se edhe shteti bën një suqor dhe një veshurt. Sepse është qelbur në koka atje lart, pa vinë këtu jo. Janë gjithë, janë bërë mafje, kriminal, politikan, pa është kjo kauzë, po shkojmë të në këtë gjendje. Ka marrë.